Përshëndetje, sot do të mësojmë se si të themi orën në gjuhën angleze. Ora në gjuhën angleze, neve I themi time, në fakt përkthehet kohë, por për të bërë pyetjen sa është ora, neve themi what time is it? Pra, sa është ora? What time is it? Për të thënë pra një pes, ajo në anglisht I themi past. Për të thënë gjysmë, në anglisht I themi half ose half, se kanë theksin pra ajo lëja është pak e butë në shqiptuar. Kemi quarter, qerek, to, pa. Këtë o'clock neve përdorim kur është ora fix. Pra kur është ora 1 fix ne themi it's 1 o'clock. Nëse është ora 2 fix është it's 2 o'clock. Dhe përpara për të thënë orën, neve, siç ua kam shpjeguar në mësimin e it is, ne përdorim it is. Pra it is në këtë rast është ora 11, themi it is 11 o'clock. Pra kur është ora fikse, ne themi o'clock. Tani, si do e themi ne, kur ora është 1:05, 11:05, 11:10, 11:15 e me radhë. Atëherë, në anglisht, për të thënë orën, në fillimisht duhet të themi minutat, pastaj themi orën. Që do të thotë? Është ora 11:05. Në këtë rast, për të thënë në anglisht 11:05, fillimisht do themi pesën, do themi minutin, do themi pastaj do themi 11-ën, pra mbrapsh. Në këtë rast kemi it is, do themi minutin, 5, past dhe 11-ën, 11. It is 5 past 11. Kemi orën 11:10. Në këtë rast do themi minutat një herë, pra në këtë rast është 10, it is 10, 11, është 10, më falni, it is 10, është 10, past past 11, it is 10 past 11, është ora 11:10. Është ora 11 qerek, do themi qereku një herë, it is quarter past 11, pra 11 qerek. Themi qerekun pastaj 11-ën, it is quarter past 11. Është ora 11:20, pra do themi minuta, pra do themi 20, it's 20 past 11, pra është ora 11:20. Kur është ora 11:30, përsëri do vendosim në gjysmën një herë, më pas 11-ën, e themi it is half past 11, it is half past 11. Tani, si do ta themi kur kemi orën 11:35 minuta, por që në orën tradicionale I bie të jetë 12:25. Pra, si do themi ne? 12:25. Në këtë rast nuk do përdorim me past, se past ishte por do përdorim pa, dhe pa I themi tu. Pra, në këtë rast do bëjmë po të njëjtën gjë. Pra, kemi 12 pa 25. Do themi minutat njërë, pra në këtë rast do themi 25, it is 25 to 12. Pra, është ora 12 pa 25. It is 25 to 12. Okay? Një gjë bëjmë edhe 12 pa 20. Pra, it is, do vendosim 20 një herë, it is 20, pa, që I themi tu, dhe më pas 12. It is 20 to 12. Kemi, është ora 12 pa qerek. Pra, në këtë rast kemi it is quarter, pra vendosim qerekun një herë, quarter, pa, tu, që I themi tu, dhe 12 që I themi 12. Pra, it is quarter to 12. Pra, mos harroni, për të thënë orën, themi një herë minutat, pastaj themi orën. Në qoftë se ne themi, unë shkoj në punë në orën 5:30, në orën 8 mëngjesi, pra për të thënë në, për të përdorur në tek ora, ne do përdorim at. I go to work every day at 8 o'clock. I arrive at
7:30. Let's meet at 1:20. Ok, pra le të takohemi në orën 1:20. Pra në këtë rast për të thënë në, pra në orën 5 për shembull do themi at 5 o'clock, ose në orën 1:30 do themi at 1:30. Ok, mos harroni për pjesën e orës themi at. Pra, kjo është mësimi për sot, ridëgjojmë në video të radhës. Ju faleminderit.